Një seri inspektimesh të befasishme të zhvilluar nga Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë nxjerrë në pa shkelje të rënda të standardeve të sigurisë ushqimore në disa subjekte në qarkun e Shkodrës. Sipas burimeve zyrtare, në një subjekt me aktivitet trajtim dhe ambalazhim fruta perime, në pronësitë o shtetasit me inicialet EB janë konstatuar probleme serioze higjieno-sanitare që rrezikonin drejt për drejt shëndetin e konsumatorëve. Si masë administrative, AKU ka vendosur gjobë në vlerën 500.000 lekë, ka urdhëruar ndërprerjen e menjëhershme të aktivitetit dhe ka bllokuar një sasi të konsiderueshme prej mbi 110 ton produkte ushqimore deri në përfundimin e verifikimeve të mëtejshme. Paralelisht, kontrollet janë shtrirë edhe në subjektin Çuliçi me aktivitet përpunim, konservim dhe ambalazhim ushqimor, ku janë evidentuar shkelje të kërkesave për gjurmëshmërinë e produkteve. Për këtë rast, është vendosur mbyllja menjëhershme aktivitetit dhe një gjobë prej 100.000 lekësh. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vën të ditur se aksionet e terren do të vijojnë me intensitet të lartë, duke theksuar politikën e tolerancës zero ndaj çdo subjekti që cënon sigurinë ushqimore dhe shëndetin publik.